Përshëndetje të nderuar shikues, po ritakohemi edhe sot me gjurmët për të sjellur në pa problemet e tjera që ndodhin në institucionet e në funksionimin e shtetit ton. Sot në emision do të trajtojmë një çështje serioze që ka ngritur shqetësim tek qytetarët dhe ka vënë në pa problemet e kahershme në funksionimin e shërbimit të librave am. Banorët e Tetovës ka disa ditë që u përballen me dyert të mbyllura dhe mungesë totale të shërbimeve dhe si pasojë grevës paralajmëruese të punonjësve të këtij institucioni. Shkak për këtë situatë është, siç thuhet nga ta, mos zgjidhja e statusit të mbi 40 punonjësve, kërkesat për rritje të pagave dhe kushtet e vështira të punës, që sipas tyre janë larg standardeve minimale. Për të diskutuar më në detaje rreth kësaj situate, kërkesave të sindikatës, përgjegjësisë së institucioneve dhe pasojave që kjo krizë ka sjellur për qytetarët, sot kemi të ftuar në studio Naser Gjemailin, zëvendës kryetari i sindikatës të pavarur për librat. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit që erdhët. Para se të kyçemi tek problemet që përballet ky institucion, të ndalemi pak në rolin që ka drejtoria për udhëheqjen e librave am dhe pse kjo është një pjesë shumë e rëndësishme për qytetarët. Së pari desha të potencoj se kjo iniciativë nuk është vetëm e Tetovës, por është në nivel të shtetit. Do të thonë, njëjtin probleme ka kjo drejtori me të punësuarit në drejtorinë e udhëheqjen e librave amës. Kjo drejtori është, mund ta themi lirisht, shtylla e një shteti. Do të thonë se në këtë drejtori fillon jeta, vazhdon në çdo hap të ndjek kjo drejtori deri në vdekje. Dhe prandaj për atë herë themi se është shtylla e një shteti. Pa gjendjen civile, domethënë nuk mund të funksionojë as shteti, as një qytetar i kësaj republike. Pra është një shtyllë kyçe për të gjithë qytetarët pa dallim. Mund të na shpjegoni pak për konkretisht çka do të thotë bojkoti i punonjësve që vetë se keni njoftuar, çfarë do të ndodhë në sportelet e regjistrimit civil në vijim? Do të thonë, kjo iniciativë ishte më hershme, por nuk u gjet zgjedhje deri tash. Bojkoti nënkupton një revoltim i të punësuarve me rrogat siç janë në realisht tash. Ky ishte një bojkot paralajmërues. Nëse nuk zgjidhet ky problem, do vazhdohet me grevë të përgjithshme, që nënkupton se çdo ditë do jenë të mbyllura të gjitha sportelet, të gjitha drejtori mendoj në nivel të shtetit. Dhe qytetarët nuk do të mund të kryejnë shërbim, të marrin shërbimet nga ky. Jo, nuk do mund të shërbejnë. Do të thonë, ne bojkotin nënkupton se ne do jemi çdo ditë në punë, por nuk do mund të shërbejmë asnjë qytetar. Cila është gjendja aktuale e punonjësve në këtë drejtori, pasi që flasim për këtë bojkot, për këtë grevë të paralajmëruar dhe kthehemi tek gjendja e punonjësve që ka sjellur deri tek kjo situatë? Gjendja punëtorëve në këtë drejtori në këtë institucion është alarmante, ta themi. Me thënë, unë personalisht jam rrit në këtë drejtori. Me thënë, jam punësuar i ri dhe tash 15 vite jam aty. Personalisht jam ende referent i ri. Njëjtin probleme kanë 80% të punësuarve në nivel të shtetit që janë me karrierën referent i ri. Dhe këtu ka shumë probleme. Për shembull, nëse del në penzion me këtë karrierë, do thonë edhe pensionin e ke më të ulët. Kanë shumë të drejtë punëtorët, sepse askush, asnjë institucion, asnjë qeveri nuk ja u zgjati dorën dhe ti mbështes këtë drejtori edhe në zhvillim, edhe në rrogat e punëtorëve, siç janë në avancim. Ka pas disa avancime, kështu thojza, edhe ata kanë qenë selektive. Do thënë, revolta është shumë e madhe dhe prandaj janë gjithë një zëri për të bojkotuar deri në zgjidhjen e problemit. Me çfarë probleme konkrete të tjera përballen punonjësit në këtë institucion? Flasim për rrogat, por çfarë probleme të tjera ballafaqohen në përditshmërinë e tyre? Në përditshmërinë e tyre ballafaqohen me shumë probleme. Spari kemi shumë vende, shumë zira vende në nivel të shtetit që nuk kanë kushte fillestare.
më thonë minimale për të organizuar. Kjo drejtori në vitin 2009, deri në vitin 2009, ka qenë nën kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Edhe këtu është gabimi më i madh çka ju bë kësaj drejtorie. Do të thonë, kjo drejtori nuk mund të funksionojë si duhet nëse nuk është brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme, për faktin se neve na lidh puna me gjithë institucionet, por më shumti me Ministrinë e Punëve të Brendshme, edhe kjo i lodh shumë edhe qytetarët. Prandaj se çdo regjistrim i fëmijës, i foshnjave, si për shembull, duhet patjetër të shkojë të marrë shtetësi në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Edhe kjo merr shumë kohë, domethënë ne i përgatisim, bëjmë regjistrimet, përgatisim lëndët dhe i dërgojmë me postë. Ajo merr kohë një javë ose dy javë ditë. Domethënë krejt ato lëndët, mund ta them vetëm Tetov ka 20 regjistrime deri në 30 në sezon, në ditë. Domethënë edhe kjo merr shumë kohë, se duhet t'i çosh me postë deri në Ministrinë e Punëve të Brendshme që t'ju caktohet numër amse dhe shtetësi. Edhe këtu qytetarët nuk e dinë se si funksionon. A ne thirremi në këtë shtet se sistemi elektronik ajo kjo. Pa mos e marrë ta punosh me dorë, të shkruhen ata krejt janë punë që duhet bëhet t'i bëjnë punojtësit të kësaj drejtorie. Domethënë digitalizimi nuk është se është pjesë e Deshta ma vonë procedurës. ta ceki punën e digitalizimit, por me që nisëm këtu, ne më zvonti, u ndam, domethënë pre Ministrisë Punëve të Brendshme, ishim nën Ministrinë e Drejtësisë. Edhe ajo një gabim u bë. Shtash nuk ka një vjet, jemi në Ministrinë e Digitalizimit. Edhe domethënë këtë drejtori, këtë institucion, të gjithë e shohin si problem. Domethënë se është institucion i cili ka shumë përgjegjësi. Drejtoria për udhëheqjen e librave AMS ka shumë të gjithë dhonat e qytetarëve. Domethënë spari ne si punonjës punojmë edhe jashtë ligjshëm. Se çdo i punësuar në këtë drejtori sipas ligjit duhet të ketë certifikat për siguri. Domethënë nuk mund secili të shef dhonat e gjithë qytetarëve. E dyta, secili punëtor duhet të ketë nënshkrimin e do punuar në gjykatë. Edhe kemi pas raste që kolegë të cilët kanë punuar më herët, mbas 10 vite, mbasi ka shku në penzion, kanë hapë ndonjë lëndë në gjykatë, ku a boni një gabim i vogël për një shkronjë ose diçka. Edhe kanë thirrë edhe atje se prezent, domethënë oficialin të jep dëshmi se si ka ndodhur ajo. Kupton se kjo është një përgjegjësi shumë e madhe. Edhe prandaj çuditemi se pse e lën aq anësh të gjitha qeveritë, i themi. Prej më herët edhe deri tash. Tashmë e shohim se i kanë ngrit durët të gjithë dhe nuk i intereson askujt për këtë drejtori. A keni biseduar kohëve të fundit, mendoj, pasi keni marrë iniciativën për të bojkotuar me autoritet apo institucione të tjera? Kemi biseduar. Unë jam edhe në kryetari i sindikatës pavarës, drejtorisë për udhëheqjen e librave AMS, edhe i di të gjitha proceset se prej kur kemi filluar edhe prej greven e para 2 vite që e patëm, para 3 vite. Do thonë atëherë arritëm që ne si sindikat arritëm marrëveshjen kolektive, por pa 20% cilin e kërkojmë tash. Atëherë na i mundsuan, domethënë, të paguhen kurrorat e disa sende tjera, por jo edhe rritjen e rrogave. Ne kemi kërkuar edhe të na kthejnë si drejtori në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Sa aty e kemi vendin, domethënë prej aty dalim edhe aty besoj do jetë më e sigurt kjo drejtori. Edhe është më e kapshme që të jetë Më e pjesë. kapshme edhe për qytetarët, domethënë se nuk i lodhish të shkojnë nëpër institucione tjera, presin kohë krejt me radhë. Ndërkohë që thoni se pagat e punonjësve nuk përputhen me
punën edhe përgjegjësitë Me që... përgjegjësinë as pak s'përputhen. Për çfarë të them unë për shembull kur të dalë në pension, nuk e di se kur do më thirrin ku bën tani lishim para 20 vjetëve. Nuk do të jesh rahat. Nuk do të jesh rahat edhe në pension. Para se të vazhdojmë tutje, neve do të shkëputemi shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio. U rikthyem përsëri në studio, tani do të ndalemi pak tek kushtet në të cilët punojnë këto punonjës. Dua të di për kushtet infrastrukturore, keni thënë se është edhe një pjesë tjetër, një element tjetër ndër të tjera që bën problem për punëtorët. Na tregoni pak për këtë pjesë. Mirë, pyetja shumë e mirë. Në opinion qytetarët na shohin ndryshe se folet për digitalizime, se shumë avancime në këtë sferë, por realiteti është ndryshe. Unë i kam marrë disa foto, i kam bërë në gjithë zyrat e vendit, por i kam zgjedhur disa pak më ekstreme, që ta shohin se në çfarë kushte punohet edhe thirrën me një digitalizim. Realisht edhe i takojmë kësaj ministrie të re të digitalizimit. Kjo është një zyrë e vendit e cila nuk ka kushte minimale për punë edhe për të ndetë një punëtore, lënë më të i shërbesh në mënyrë elektronike. E njëjta edhe. Kjo zyra e vendit aktuale e cila ekziston edhe çdo ditë shkon punëtorët punojnë në këtë. Nuk ka as WC. Kjo është një tpert, ta themi. Edhe shumë tjera, edhe kjo është një ndër ato ekstremet. Domethënë nuk ka kushte minimale për punë. Nuk janë as kushtet bazë, është një gjendje me të vërtetë e mjerueshme për punëtorët. Shihet që në zyra e vendit Mavrov është. Ai ngjan i shtetit i cili kërkon të shkojë në Evropë. Është një turp dhe prandaj e ceka më herët se krejtësisht na kanë lënë anash. E çto është kjo mashina e cila në të kaluarën kanë bërë certifikata të linjë, edhe ende bëjmë. Mirë, po këtu ka një problem tjetër. Nga drejtoria jonë kemi të ndaluar të japim certifikata ka urdhëres, domethënë për t'i heq prej shërbimi këto makineri të vjetra, domethënë si kanë qenë për më para. Në shumë zyra vendi nuk kanë as kompjuter. Si do shërbehet një qytetar? Po flasim për procese digitalizimit. Procesin e digitalizimit, kemi urdhëres për ndalesë të kësaj mjeti pune, a nuk kemi me çka i lëshojmë, domethënë mungojnë kompjutera. E dyta, nga viti 2011 deri në vitin 2016, një pjesë e regjistrimeve që kanë bërë në sistemin elektronik nuk janë të venduar. Dhe realisht në gjithë territorin e shtetit, për ata vite, ne nuk mund të lëshojmë certifikata nëpërmjet sistemit elektronik. Do të thonë, ki nuk është një problem i punonjësve. Problemi i sistemit. Problemi i sistemit, do të thonë. Edhe ka edhe shumë probleme tjera, ndoshta edhe nuk më kujtohen të gjithë, por realisht diçka nuk funksionon mirë, edhe prandaj kemi kërku nga ana e sindikatës me përqimin e të punësuarve që t'i kthehemi prapë Ministrisë së Punëve të Brendshme, edhe të ecim përpara ose të japim shërbime pak më. Në ndërkohë juve jeni ankuar vazhdimisht për këto kushte që realisht nuk e di si punojnë këto punonjës, janë kushte elementare që mungojnë, ndër të tjera, në anën tjetër janë pagat që nuk janë të larta, problemet që vinë edhe pasi të pensionohen, pensionistët është shumë e çuditshme. Realisht, e thashun, 80% e punonjësve janë me rrokë minimale. Edhe shumë kollaj i kemi t'i bëjmë kalkulimet se sa i duhen, për shembull, një familje 5 antarësh ta zonë për të kaluar muajin. Me një rrokë minimale 24.000, 25.000 dinar. Edhe shumica e qytetarëve nuk e dinë se sa janë rrogat, mendojnë se i kemi rrogat e mira, punojmë, por nuk është ashtu. A keni marrë reagime konkrete, qoftë nga ana e Ministrisë së Financave apo Ministrisë së Drejtësisë lidhur me këto ankesa tuaja? Realisht
kemi dërgu, këtë marrëveshjen kolektive, e kemi përpëllu së bashku me drejtorisë nga ana sindikatës, e kemi dërgu në Ministrinë e Financave, por nuk na është dhënë përgjigje. Ky proces, kemi pas takime, 10 takime, edhe me Ministrin e Digitalizimit, edhe me Kryeministrin kemi pas një takim tash së fundi, edhe më habitën fakti se pse kur Kryeministri jep një urdhër zbatohet në atë mbledhje, e kanë bë kalkulimin e se sa i kushton shtetit, për shembull, për 350 punëtor nëse rritet 20%, edhe vetë Kryeministri u habit se është një shumë e vogël, e cila nuk bën ndonjë dëm në buxhetin e shtetit. Edhe me njëherë e ka urdhëru këshilltarin e tij që të bisedoj me financat. Edhe prej atë moment, ne nuk kemi përgjigje, si sindikat, edhe si punësuar, normal nuk kemi asnjë përgjigje për këtë proces, dhe e mbajtëm një mbledhje, gjithë kolektivi, dhe mbas asaj vendosëm që të shkojmë me një bojkot paralajmërues që t'ju kujtohet se kanë dhënë fjalë dhe nuk e kanë rregullu problemin. Çfarë ka ndodhur me negociatat e mëparshme me autoritetet? Thatë që edhe më herët ka ndodhur lloj të tilla bojkotesh, si ka qenë rezultati? Në vitin 2021-2023, mos gaboj, kemi pas gref përgjithshme dhe ajo gref ka vazhdua një muaj gjys, deri te nënshkrimi i marrëveshjes kolektive, po për fatkeq pak këtë rritjen e rrogës 20%. Do thonë, atëherë e vërejtën të gjitha institucionet se sa problem është funksionimi i një shtetit pa drejtorinë. Kemi pas shumë presione, por kemi qenë jo edhe ashtë bashkua dhe me kolegët, kishte përçarje, për shembull punonjësve aty në ana e politikës, ajo kjo. Edhe prandaj edhe nuk mundëm të arrijmë atë çka e deshtëm. Po kësaj radhe e shoh një mbështetje shumë të madhe. Kemi një grup në Viber ku funksionojmë të gjithë në nivel të shtetit, kolegët, edhe bashkë desha edhe ta shpalos edhe atë këtu se një zëri të gjithë në përkrahën. E quam një kërkesë të gjithë kolegët ta qartësojnë a do të na përkrahin nëse shkojmë në gref, edhe po të na dënojnë 50% ose 60% nga rroga, të gjithë një zëri u nënshkruan në nivel të shtetit, të gjithë zyrat e vendit u nënshkruan me emër mbi emër në nënshkrim se na përkrahin. Edhe me njëherë, dje në ora 3, na ka thirrë drejtori i drejtorisë tonë në mbledhje. Në ora 11 sot e kishim një mbledhje me drejtorin general, po do e flasim në pikën e fundit. Si ju duket efekti që mund të ketë bojkoti i tillë tek qytetarët, për shkak se realisht patjetër që pasojat i shohin punëtorët, po njëherë as edhe qytetarët që kërkojnë shërbimet, po nuk mund t'i marrin. Unë e shfrytëzoj këtë median tuaj që t'i falenderoj për mirë kuptim qytetarët. Ne patëm rastin ditën e hënë që e dham një deklarat para mediave, një ditë përpara, domethënë se nesër nuk do të punohet, por edhe atë ditë erdhën gazetarët, edhe atë ditë kemi pas deklarat, edhe i shoh se na kuptojnë. Kur e kuptojnë se na punojmë për 24.000 denar në këtë kohë, edhe asnjëri nuk thot se në rregull, faleminderit edhe du kthehet. Por tash kemi një situatë pak më ndryshe dhe më e rëndë, e cila me keqardhje mund ta them ardhja e gurbetçive. Kjo është një problem pak më i madh për ta, sa ata kanë kohën e caktuar sa do rrinë dhe kur do kthehen. Edhe nëse ata kur vinë këtu për shembull, çka kanë regjistrimet të fëmijëve, vinë vetëm me flet lëshim, domethënë nuk mund të kthehet pa mos e marrë pasaportën e Maqedonisë, pa mos e regjistru fëmijën këtu të marrë certifikat, të marrë pasaport, kthehet prapë, nuk mund të kthehet jashtë Maqedonisë.
E ky problem është pak më i rëndë se ka qytetarë që bëjnë shpenzime për bileta avioni, ka pas raste në grevën e parë, ka humbë edhe vendin e punës për të njëjtin rast. Çfarë mund të bëjnë qytetarët që ka nevojë urgjente për të tilla shërbime në këto raste? A ka ndonjë alternativë tjetër? Shije, ne kemi pat përvojë dhe me grevën e mëparshme, kemi pat një rast ku një fëmijë u desh të operohet jashtë shtetit. Edhe normal njerëz jemi edhe ne jemi mbledh krejt kryesia e sindikatës edhe ja kemi mundsu dhënien e certifikatit. Do të thonë vetëm për raste urgjentje, smundje ose diçka, me vërtetim nga ana e spitalit, ashtu lëshime do ketë normal. Por jo, diçka tjetër jo. Thatë që ky bojkot është një masë paralajmëruese për protesta, greva më të mëdha. Sa jeni të bindur që do të arrijë puna deri tek një greve më e përgjithshme? Shihe, unë besoj në organizimin e kolektivit. Talomon është sindikata. Më thonë, ne jemi në pikën e fundit durimit. Kemi prit me vite, mund të them pambare, se cila qeveri që ka qenë deri tash, edhe këta 7 që janë të në rejnë. Dhe me thonë, urgjentisht duhet të ulen edhe të gjenjë zgjedhjen e kësaj drejtorie. Realisht, jemi drejtoria me paga ma të ulta në nivel të shtetit. Me thonë edhe privat me shku dikun, edhe një higienar, një pastrues dikun dhe një institucione ka pagën më të madhe se na. A përgjithësia shumë e madhe. Shumë e vërtet. Nëse negociatat nuk përparojnë edhe situata vazhdon të ngecë, çfarë hapash tjetër do të merrni? I kemi, vendosur të hapën. Kthim prapa s'ka. Çelsin djerëve të drejtorisë edhe u kri punë. Nuk kemi ku, s'kemi zgjidhje tjetër. Ose ti marrim, ta lëm krejt punën, ti marrim çantën dhe të shkojmë gurbet. Po edhe këtu është problem se nuk mund t'i largoj për shembull të gjithë punëtorët nga ky institucion. Paraprakisht, deshta ta lidhje edhe me kontratat në vepër. Paraprakisht, mas paku, një vjet ose gjitha proceset në drejtorinë, udhëheqjeve, libra am duhet t'i kalojë një punëtor për ta mësuar punën. Nuk këta me kontrata që janë, nuk kanë drejt në nënshkrimi. Më thonë, ne deri tash kemi problemin më të madh se çdo vit. Çdo vit e mësojmë kanitëri edhe largohet. Vjen një në qeveri, i shtin të vetit, e mësojsh, e pregaditis, nesër se ki, do vijet tjetëri. Më thonë, kisha bo një apel deri të qeveritarët të merren pak më seriozisht me këtë punë. Njëherë, ne kemi edhe shumë problem emocionalisht. Se ajo drejtori, dhe me thëmë, vendi i punës ku shkon, është si një shtëpi, si një familje. Edhe kur të ndahet një person i familjes, të largohet është shumë e dhimbshme, ne çdo vit e ndjejmë këtë problem, këtë mungesë. Nëse është shumë e dhimbshme se e dish se largohet, kemi kalu shumë mirë me gjithë ato çka kanë pas marrëveshje kolektive. Edhe besoj se në të ardhmen do e kemi parasysh edhe këto ta kërkojmë si nga drejtoria ose nga qeveria që ne do protestojmë edhe nëse na bin me kontratë të ri, pa mo i sistemu punëtorët që janë tash. Të njerë kjo është vetëmja mënyrë për të arritur të marrësh vëmendje nga këto institucione? Nuk mundet, nuk shkon. Është një institucion shumë i ndjeshëm, shumë, si ta them, do thënë, nuk mund të një vjet nuk mund të preke as një punë, as të ka drejt në shkrimi, as të ka drejt libra t'i hap. Do thënë, vetëm sportel të rrjedhë për çka atëherë, vetë punonjës në një zyrë vendi ose në një drejtori. Më mirë të ofrojnë kushte më të mira atyre punëtorëve që kanë vite eksperiencë dhe kanë përgjegjësi shumë më të mëdha. Normal, është shumë e vërtetë. A besoni se ky lloj bojkoti mund të shërbejë si një shtytje për reforma më të mëdha në shërbimet publike, jo vetëm për libra tam, por në përgjithësi? Sa kanë kapacitet të tilla bojkote të arrijnë të bëjnë ndryshime shumë masive në vend? Shihe, realisht mund të bëjnë,
sepse nëse blokohet në këtë institucion, kjo është institucion kyç, edhe blokojnë gjitha proceset. Me thonë, ta marrim edhe prej të zgjedhjet, krejt prej të na fillon. Me thonë, nuk mund të formojnë listën zgjedhore pa marrë dhana prej të na. E ka shumë procese tjera. Mu më vjen keq se i vetmi drejtor, i tanishëm, Faton Fazliu, i cili u mundu maksimalisht të na ndihmoj. Por problemi është se unë këtu e shoh një tjetër problem. Jo funksionimi i mirë i institucioneve ndërmes veti. Se ti t'jep urdhëres kryeministri dhe shkon deri te financat, edhe atje nuk ka përgjigje, kjo është abnormale. Çfarë mungon që sistemi të funksionojë siç duhet, të lamanesh edhe bojkotin edhe para se të arrini te kjo pikë, në sistem në përgjithësi përderisa keni kryer punët tuaja, çka mungon? Mungon organizimi, bashkëpunimi ndërsjellët, edhe sa bashkëpunojnë ndërmes veti dhe sa, si ta them, kjo lidhet edhe me politikën. Nëse ne kemi pas rast që drejtori ka qenë Jonas Parti, ministri i tjetrës parti, dhe realisht domin e kemi pat na si punonjë, si drejtori. Shpeshherë funksionojnë më shumë është puni natësh kur ka situata të tilla. Cila është kërkesa më urgjente që sindikata ka sot ndaj qeverisë? Kërkesa më urgjente është zgjedhja e këtij problemit. Ne sot në takimin me drejtorin e lam, mund ta potencoj edhe publikisht se lam me datën 20 janar, mas fundi të nënshkruhet marrëveshje kolektive. Edhe prandaj besoj se nuk do të vazhdojmë me grevën nga sot, sepse na u dha një sinjal i mirë edhe nga ana e qeverisë edhe nga drejtori vet, me 20 janar nëse nuk nënshkruajmë marrëveshjen kolektive, ne do dalim në protesta dhe në grevë të përgjithshme realisht dhe nuk ka kthim prapa më. Derisa të ulen tavolinën dhe të nënshkruajnë marrëveshjen kolektive. Domethënë është bërë një hap para tani. Është bën, po. Për fat mirë. Fatmirësisht. Për fund, çka do të notoni? Një mesazh ndoshta drejt institucioneve të tjera apo qytetarëve. Kisha të thonë një mesazh vetëm për drejtorinë që e kemi. Drejtorinë e udhëheqjeve Libra Gams. Nuk është drejtori e cila meriton të lihet anësh. Se një reagim i vogël, një bllokim i vogël i kësaj mund të psoj shumë edhe shteti, edhe qytetarët. Do të thënë duhet të jesën pak më të kujdesshëm, ta avancojnë këtë drejtori, jo ta shohin si problem. Faleminderit shumë për kohën që datë sot për ne dhe për të gjitha informacionet që datë për qytetarët. Faleminderit.